Po shumë reale, shumë e vërtet që ka mbetë edhe 27 ditë nëse s'gaboj, që me 16 shtator në ora 10 fillon seanca, në ora 9 është më gaboj me orë, që verdikti t'jepet apo finalja t'jetë në atë datë, ne shpresojmë, besojmë fuqishëm në drejtësi që kjo gjykatë ta tregon veten një drejtësi të mirëfillt, e cila drejtësi do të jetë në anën tonë. Dhe gjitha argumentet na çojnë që jemi në anën tonë. Edhe fitoria do të jetë e jone, se nuk ka argumente, asnjë argument nuk e lidh Ushtrinë Shqiptare të Kosovës me krime lufte. Po sidomos asnjë argument nuk e lidh as krerët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, prej presidentit dhe deri te generali Recep Selimi, të kadrit e cilët janë. Po edhe ata dy që ndënun padrejtisht, Pietri edhe Sali Mustafa janë ndënun padrejtisht. Kështu që unë du besoj që lirohet ata, që më që Baci Jakub, Recep Selimi dhe Kadri Veseli, gjithë tonë të pafajshëm në këtë proces të montum, a më të thëmë në këtë proces të cilin mund të në veshën neve si Ushtria Shqiptare e Kosovës, se gjëja ne kemi bu krime. Ushtria Shqiptare e Kosovës s'ka bu krime, krerët e kyç janë paqë si loti, dhe shpresoj se ata do dalin, dhe duat besoj fuqishëm që ata do dalin të pafajshëm. Ne kemë thonë më herët, ne kemë prevujt keqe nga gjykatat politike në Jugosllavi dhe Serbi në atë kohë. Ne dim sa shqiptari me mija vjetin dënuar shqiptarët prej vitit 1945 e këndej, që në Jugosllavi e kam fjallin, gjithmonë me gjykata politike, edhe kemi pas frikën edhe të kjo gjykatë mos jetë politike. Vetë fakti që këta u mbajtën që 6 vite në burg, padrejtisht, po sidomos mbas fjalës përfundimtare, marrën burg që sa muj, o bënë një vit nëse s'gaboj, marrën burg ta autoshtirorë dhe ta presin verdiktin të shtëpia, dhe ju ta presin verdiktin mbrana aty në grillave të gjykatës speciale apo në Den Haag aty në atë burgin e sigurisë së lartë. Kështu që unë shpresoj, du të thëmë prapë, se inshallah nuk është gjykatë politike, po e gjykatë që do drejtsinë, dhe prova s'kam pas, gjithmonë mbrojtja dhe njerëzit që kanë dëshmu, edhe ndërkombëtarë që kanë dëshmu ato, i kanë hedhë poshtë gjitha këto akuza dhe ato prova të montume që i kanë pas nga e gjykatë, i kanë hedhë poshtë, dhe kështu që në anën tonë është drejtësia. Unë kam një mjedhë kryesisë me datën 25 të këtij muaji, gusht, që i vjen ditë e martë. E kemi një mjedhë kryesisë që do të bistojmë kryesi, çdo vendim do të merrem bashkë me kryesi. Organizime, nuk do të them që do të ketë organizime, pse ne organizime do ta bëjmë për mi prit njerëzit tonë që janë padrejtisht atje, presidentin, Bacin Jakub dhe Kadrin edhe generalin Recep Selimi, të katërit mi prit ashtu që na ka je si komp shqiptar, dhe besoj që organizime do të ketë gjithmonë organizim manifestim, për pritin e tyre edhe për ne është lirimi i dytë, se ne veçlimin e parë kemi bën në vitin 89 nga ardhit çetnike paramilitare serbe, dhe tash ky është lirimi i dytë nga një padrejtësi e madhe që na ka ndodhur neve si shqiptar, më të them, edhe si Ushtri Shqiptare e Kosovës, kështu që ne do t'i prisim ashtu që na ka je fitimtar. Është e vërtetë, unë kam bërë kërkesë që një muj për me hyj mbrana në galeri apo në sallë, kam bërë kërkesë të hyj mbrana unë edhe nën kryetari Fatmir Sopi edhe disa shokë tjerë, po unë do të jem me datën 14 do të udhtoj nga Kosova për në Haag, me datën 15 do të jem në Hollanda dhe 16 ku do të marr pjesë, edhe nëse nuk më lejohet me hyj mbrana, unë do të jem para dyerve të gjykatës ku do ta pes verdiktin ato të gjykatës speciale, dhe shpresoj që bashkë me ta do të vim ne edhe gjithë ata qytetarë që ka shumë njerëz që do të bashkangjiten në ditë, kem zera që do të vinë edhe nga Kosova me autobusa, po edhe me regata me autobusa, kem telefonata ndryshme që janë duke organizuar shtetet përreth, Gjermani, Belgjik edhe Franca, shumë vende aty Luksemburg, që me regata do të vjen atë ditë. Jo për tezë, po do të jenë bashkangjitet të gjykata duke pritur gjithmonë verdiktin pozitiv për krerët e Ushtrisë Shqiptare e Kosovës. Unë i përshëndes gjithë qytetarët shqiptarë, kudo që gjitha mediat, juve sidomos dhe gjitha tjera media që kanë qenë mbështetje tonë, kanë qenë gjithmonë hap pas hapin për cilësitë tonë dhe kanë përcjellë gjykatën dhe kanë treguar realitetin gjithmonë për Ushtrinë Shqiptare e Kosovës dhe për krerët e UÇK-së.